A ndihesh shumë I lodhur për të qenë ndryshe nga të tjerët? Nuk është faji yt. Përderisa po e sheh këtë video ti vërtet je gjallë. Por në vitin 1926 ata gjetën numrat e përsosur. Henry Ford analizoi numrat duke arritur në një pikë ideale. 40 orë punë. Mjaftueshme për produktivitet, por edhe për kontroll. Kjo llogaritje është e qëllimshme. Me 40 orë punë, 56 orë gjumë, vetëm 14 orë për udhëtime, dush, ngrënie apo çfarë do lloj gjëje tjetër, të gjitha këto bëjnë 120 orë në total, duke lënë 48 orë për kohë të lirë. Por ti ndërkohë je raskapitur nga gjithë këto orë, kështu që e kalon javën duke u rikuperuar nga e hëna, duke patur frikë ndaj alarmit, I cili do të pjerë ditën tjetër dhe ti do vazhdosh ta përsërisësh këtë cikël për gjatë gjithë javës. Dhe kështu kalojnë 5 ditë të javës ku je duke dhënë jetën tënde. Dhe për çfarë? Për një pagë që shkon direkt tek qiraja, faturat, ushqimi dhe borxhet që mund të kesh, duke të lënë gati pa asgjë për pjesën tjetër, ndërkohë ti ngelesh shumë I lodhur për ta mësuar atë aftësi. Shumë I lodhur për të ndërtuar projektin që e ke patur ëndër për kaq shumë kohësh. Shumë I lodhur për t'i shpëtuar këtij sistemi. Dhe gjithë kjo nuk është aksident. Gjithçka është dizenjuar në një mënyrë të tillë specifike. Sepse nëse do të kishe energji të mbetura, ti do të largoheshe. Nëse do të kishe para të mbetura, do të mund ndërtoje diçka tënde. Dhe nëse do të kishe kohë mjaftueshëm, do t'i shpëtoje gjithë këtij sistemi. Por ata nuk mund ta lejojnë që kjo të ndodhë, dhe prandaj dizenjuan këtë formulë specifike. Të kesh mjaftueshëm të ardhura për të mbijetuar, por jo për t'u larguar sistemi. Të kesh mjaftueshëm angari që të mbetesh I zënë, por edhe të kesh energjinë të kthehesh nesër që të vazhdosh ta përsërisësh këtë cikël. Ndërkohë ata të thonë, puno fort për 45 vjet që pastaj të mund të dalësh në pension. Dhe kështu t'i shkëmben vitet e tua, të 20-tat, të 30-tat, të 40-tat, të 50-tat e deri të 60-tat, për një pagë bazë rroke. Dhe pastaj kur vjen moshën 65 vjeç, më në fund je I lirë. Por në këtë pikë trupi yt është tashmë I raskapitur. Ti e ke kaluar gjithë jetën duke ndërtuar ëndrrën e një tjetri dhe jo tënden. Dhe liria vjen atëherë kur nuk mund ta përdorësh dhe ta shijosh më. Sepse java e punës nuk është për produktivitet, por është për nënshtrim, për të mbajtur të lodhur, të varfër dhe të zënë. Ti mbetesh shumë I lodhur dhe I varfër për t'u larguar, por edhe shumë I zënë për të menduar për vete. Dhe ti do ta bësh të gjë për 45 vitet e ardhshme, pa asnjë mundësi pushimi apo shpëtimi. Por as nuk do të mund të përballosh dot që të shpëtosh. Dhe ky është kurthi në të cilin kemi ngecur të gjithë. Dhe ndërsa e mbyll këtë video të ftoj të mendosh, a do të vazhdosh të ngelesh ende brenda këtij kurthi?